Miq, këtë herë do të prekim një temë e cila është shumë e ndjeshme. Do të flasim për një rrëfim jete që mua më ka ardhur në redaksin time. Unë do ta lexoj rrëfimin e jetës, lidhet me një histori e cila u bë publike në rrjetet sociale në fakt. Luana Myrto, vajza e cila deklaroi që e kanë marrë, e kanë keq përdor dhe e kanë kthyer në transgjinore. Dëgjoni rrëfimin sa i dhimbshëm është dhe pas kësaj do kyç telefonat. Dua të mbetem anonim. Sot jam 23 vjeç, por brenda meje ende jeton ajo 15 vjeçarja e friksuar që nuk besonte kur se do ta shihte dritën e ditës. E mbaj mend shumë qartë thot ditën kur filloi gjithçka. Do bëhesh modele. Isha vetëm 15 vjeç, e gjatë, e dobët, me një ëndër të madhe që të bëhesha modele. Një ditë në shkollë më afrohet një vajzë rreth të 20-tave. Më buzëqeshi, sikur të më njihte prej vitesh. Je shumë e bukur, po humbet kohë këtu, më tha. Ti mund të bëhesh, tha, një yll, duhen vetëm disa foto dhe një trajnim. Fjalët e saj më hipnotizuan. I tregova mamas dhe ajo e lodhur nga hallet e jetës nuk e kuptoi rrezikun. Mbase më tha të hapet një derë e madhe. Aty gabuam të dyja. Të nesërmen ajo vajza erdhi me dy djemë që pretendonin se ishin fotograf profesionist. Na siguruan se gjithçka ishte në rregull, se do më dërgonin në një agjencion të madh dhe se do paguesha shumë. Unë i besoja dhe ata e dinin. Ditën që hipa në makinë me ta, ndjeva një lloj mirëpritje apo një lloj birje, le ta them, në stomak, si një alarm i brendshëm. Por isha shumë e pafajshme për ta interpretuar atë gjë. Kur makina devijoi nga rruga kryesore, unë pyeta, ku po shkojmë? Nuk është ky drejtimi i agjencisë. Njëri prej tyre më qeshi lehtë edhe më tha, e shpërqendrove shumë veten. Do shkojmë diku tjetër për dokumentat. Kur u ndaluan, u gjenda para një shtëpie të vjetër. Dritaret e mbuluara me perde të trasha dhe një derë që hapej vetëm nga brenda. Brenda kishte vajza të tjera, disa të qara në heshtje, ndërsa vajzat e tjera ishin me sytë e fikur. Në atë çast kuptova nuk isha aty për të bërë modele, ata kishin planifikuar të më shisnin si të isha mall. Muaji i parë ishte ferë. Telefonin ma morën, dritaret ishin të mbyllura, na ushqenin pak, na mbanin nën kërcënim. Nuk guxoja që të flisja, nuk guxoja të qaja, çdo natë flija me frikën se mos nuk zgjohem më e gjallë. Unë e them që shpresa erdhi nga errësira. Një natë kur nuk kisha asnjë pikë shprese, një vajzë rreth të 16-tave u ul pranë meje. Nuk dua t'ja përmend emrin, vetëm më përshpëriti, më tha unë do t'iki prej këtu dhe do të marr me vete, më tha mua. E shikova me sy të mbushur me lot, i thash po si do më marrësh ti mua? Ajo tregoi se kishte vëzhguar çdo lëvizje të rrojeve për muaj të tërë. Kishte parë një pikë të dobët në dritaren e banjos, në katin e pasëm, që hapej paksa për ajrosje, por jo mbyllej mirë. Nesër natën, më tha, është mundësia jon e vetme. Aty për herë të parë pas shumë kohësh zemra ime rahu me shpresë. Në mesnatë kur gjithçka ishte e qetë, u ngritëm në majë të gishtave. Zemrat na rrihnin aq fort sa që mendoja se do të na dëgjonin. U futëm në banjo. Ajo u ngjite para dhe shtyu dritaren me të gjithë forcën, zhurma e vogël që bëri më ngriu gjakun deri në fyt. Por askush nuk u zgjua. Ajo u ngjit jashtë, pastaj më dha dorën mua. Kur dola binte shi. Nata ishte aq e zezë sa mezi dallonin muret e shtëpisë. Vrapuam dhe vrapuam, me këmbët e zbathura, me shpirtin që na digjej.
Pasi arritëm në rrugën kryesore, arritëm t'i ndalonim makinat një për një që po kalonin. Rastësisht ndaloi një makinë dhe një shofer ishte i moshuar. Kur e pa gjendjen tonë u tron. Ju ka ndodhur gjë, më tha? Në lot mezi nxora fjalët nga shpirti. Na ndihmo të lutem se po na ndjekin. Në fakt, ky është një fenomen shumë i dhimbshëm. Unë doja ta trajtoj si çështje dhe dua pak ta flas si temë. Shumë vajza shqiptare kanë rënë pre e këtyre grupacioneve që i gënjejnë vajzat, i marrin, i përdorin për fotosesione në thonjza, i përdorin me fenomenin për kamariere në për kafe, etj etj. Dhe këto vajza bin pre e prostitucionit, bin pre e grupacioneve të cilët i përdorin për interesat e tyre. Luana Myrto, Linda Ray e Donna James janë fenomene që janë shëndruar në transvestit, por të paktën nga Luana Myrto, Amber Candy. Të paktën nga Luana Myrto dëgjuam që e kanë detyruar që të futet në atë rrugë, e kanë detyruar që të bëhet pjesë e atij rrugtimi. Por sa vajza shqiptare janë të detyruara me pa dëshirën e tyre në moshë shumë të re, në moshën kur ndoshta mendja e tyre është akoma tek kukullat, në moshën kur ndoshta dëshirat e tyre janë akoma fëminore, që lidhen me meshkuj, që i besojnë një mashkulli dhe ai mashkulli e merr, e maltreton, e gënjen dhe e futën në rrugë në të cilat jeta e saj shkatrohet, jeta e saj me një rrugtim tjetër dhe ajo është e detyruar më që të vazhdon atë rrugtimin sepse nuk mund të bën një kthes ndryshe në jetën e saj, goditen me paragjykime, goditen duke qenë fajtore ato edhe duke mos patur fajin ato vet, por duke patur fajin personazhi i cili i ka futur, mos veprimi i shtetit, mos veprimi i institucioneve dhe korrupsioni pjesë e jetës, këto vajza sot e kësaj dite po vuajnë dhe po kalojnë tmerre në jetën e tyre, po kalojnë momente të vështira dhe nuk munden që të hapin gojen të flasin sepse kanë frikë që nesër, më falni, do të ballafaqohen me akuzat, me kërcënimet që do t'u vinë nga rrethi shoqëror ku ato jetojnë. Dhe sot, ne nëpër media dëgjojmë vajza të trafikuara, vajza të gjuajtura në rrugë, histori të ndryshme ku keq përdoren vajzat dhe kërcënohen për një fotografi, dhe kjo vjen nga kultura dhe nga njerëzit të cilët janë të pashpirt. Dhe më pas ndodhen më e keqja që ajo vajzë me patjetër që merr vendimin edhe të ikën nga kjo botë, sepse nuk mundet të jeton në asnjë mënyrë me realitetin i cili është në përditshmërinë e saj, që duhet merret me thashethemet, që duhet t'i arsyetohet çdo njeriu dhe për të gjithëve duhet t'u jep arsyetim për jetën që ajo e ka bërë me pa dëshirën e saj. Që në fakt pastaj është kthyer në një përditshmëri, por jo në një dëshirë, sepse duke jetuar në një shoqëri e cila paragjykimin e ka kastin e parë dhe ti nuk mundesh ta t'i kalosh paragjykimin sepse paragjykimi vjen nga të gjithë njerëzit, qoftë edhe nga prindërit e tu, ti e përzgjedhish që në heshtje, me sy të mbyllur, të jetosh në atë jetë mbi të cilën ti ke shkatruar të gjitha ëndrat dhe jetën tënde. Dhe unë mendoj që teksa Luana Myrto foli për ndjesinë e saj të seksuale, që sot preferon që të flen me një mashkull, edhe pse brenda shpirtit të saj është mashkull, shumica e femrave nuk e bëjnë atë të cilën e ndjejnë.